Përshëndetje, Meç, jam në studion Kojshia Shok të me një mik të nderuar, kryetarin e bordit të institutit për afrimimin e marrëdhënieve ndërretnike Milazem Goshi, që ma ka sumu pak ai beshereti i pejës, ai rrumi i pejës, Gzim Kelmendi, se s'ka pas edukat sjelljes në emisionin termal Panduri. Duhet me bo goditje në aspektin zinxhiror, pa marrë parasysh kushdo që qëndron brapa grupeve kriminale që financojnë qartët e saktuara si xhami ose simbolesa. Pra ju keni dëshmi që këto dy xhami të cilat i keni përmendur, në Veternik dhe në Mat, janë të ndërtuara me fonde të servisit. Jo vetëm këto dy xhami, kjo ka qenë si model, si hyrje realisht ne kemi më shumë se dy xhami në Kosovë ndërtuar. Milazem vjen mirë që u takum. Respekt dhe knajsi, njëkohësisht. Gjithashtu respekt për meje për punën që e ke bon, dhe ju shqiptar që na ndisni gjithë, ne nuk kemi kundër kastës klerekëve pavarësisht cilit besimi takojnë, por ne duam shtetin ton të jetë efikas Dhe funksional. edhe funksional, ta ruajmë edhe emrin UÇK, ta ruajmë edhe emrin e Kosovës, edhe emrin e shqiptarëve dhe të punojmë për bashkimin e shqiptarëve. Absolut. Pajtohesh me këtë? Pajtohem plotësisht. Po, ne jemi këtu, jemi aktiv. Faleminderit shumë. Respekte.